Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Përse duhet të konsumoni shalqin në çdo ditë? Ja sekreti që fshihet nga të gjithë. Shalqini besohet se është zbuluar 4000 vite më parë në Afrikën Veriindore. Ëmbëlsia dhe lëngu që ka janë perfekte për të shuar etjen gjatë vapës së verës. Ky frut është i mbushur me lëndë ushqyese duke përfshirë antioksidant, vitaminën A dhe vitaminën C. Në këtë video sipas Health.com do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nëse konsumoni shalqin çdo ditë. Ju ndihmon të qëndroni të hidratuar. Qëndrimi i hidratuar është i rëndësishëm për trupin tuaj të funksionojë si duhet. Rregullimi i temperaturës së trupit, funksioni normal i organeve, shpërndarja e lëndëve ushqyese në qeliza dhe vigjilenca janë vetëm disa nga proceset trupore që mbështesin hidratimin adekuat. Ngrënia e ushqimeve me përmbajtje të lartë të ujit mund të ndihmojë të jepni trupit ujin që nevojitet për funksionet si duhet. Shalqini përmban 92% përbërës të ujit, duke e bërë atë një zgjidhje të shkëlqyer për marrjen e përditshme të ujit. Ngrënia e ushqimeve me kalori të ulët si shalqini mund të ndihmojë në menaxhimin e peshës duke ju bërë që të ndjeheni më të ngopur për më gjatë. I mbushur me lëndë ushqyese dhe komponentë të dobishëm bimor, shalqini ofron shumë vlera për trupin. Shalqini përmban një sër lëndësh ushqyese duke përfshirë kaliumin, magnezin, vitaminën A dhe C. Ai është gjithashtu i ulët në kalori dhe përmban vetëm element të shëndetshëm ushqyes. Këto janë lëndët ushqyese që do të keni nga shalqini: 46 kalori, 11.5 gram karbohidrate, 6 gram fiber, 9.4 gram sheqer, 0.9 gram protein, 0.2 gram yndyrë, 5% të vlerës ditore të rekomanduar të vitaminës A, 14% të vitaminës C dhe 14% të kaliumit, gjithashtu dhe 4% të vlerës ditore të magnezit. Shalqini është gjithashtu një burim i pasur i citrulinës, një aminoacid që mund të përmirësojë performancën e ushtrimeve, plus ai përmban antioksidant duke përfshirë vitaminën C, karotenoide, likopen dhe element të vitaminës C. Këto komponime gjithashtu ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, të cilat janë molekula të paqëndrueshme që mund të dëmtojnë qelizat tuaja nëse grumbullohen në trupin tuaj. Me kalimin e kohës, ky dëm mund të çojë në kushte si diabeti, sëmundje të zemrës e të tjera. Ai mund të ketë efekte të mira anti-radikaleve të lira. Disa komponentë bimore që gjenden te shalqini, duke përfshirë likopenin dhe elementet të vitaminës C, kanë efekte të mundshme kundër radikaleve të lira. Rezultatet e studimeve tregojnë se marrja e likopenit mund të shoqërohet me një rrezik më të ulët të disa llojeve të problemeve si ato të prostatës dhe kolorektale. Besohet se likopeni funksionon për të ulur nivelin e gjakut të faktorëve të rritjes së ngjashëm me insulinën, një hormon që nxit ndarjen e qelizave. Për më tepër, vitamina E mund të pengojë rritjen e problemeve që nxisin edhe një shëndet më të mirë. Shalqini mundet të përmirësojë shëndetin e zemrës. Disa lëndë ushqyese të shalqini mund të mbështesin shëndetin e zemrës. Sëmundjet e zemrës janë shkaku kryesor i humbjes së jetës në mbar botën. Vlen të përmendet se faktorët e stilit jetesës dhe dieta mund të ulin rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru, duke ulur presionin e gjakut dhe nivelin e kolesterolit. Studimet sugjerojnë se likopeni mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit dhe presionit të gjakut dhe mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e dëmtimit oksidativ të shkaktuar nga nivelet e larta të kolesterolit. Shalqini përmban gjithashtu citrulin, aminoacid që rrit edhe nivelin e oksidit nitrik në trupin tuaj. Oksidi nitrik ndihmon enën e gjakut të zgjerohen, gjë që ul gjithashtu edhe presionin e gjakut. Vitaminat dhe mineralet e tjera të shëndetshme për zemrën në shalqin përfshin magnez, kalium, vitaminën A, B6 dhe C. Shalqini mund të reduktojë inflamacionin dhe stresin oksidativ. Inflamacioni është një nxitës kryesor i shumë problemeve kronike. Konsumi i antioksidantit, likopenit dhe vitaminës C në shalqin mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit dhe të dëmtojë edhe problemet tuaja. Në një studim, minjtë e ushqyer me pluhurin e shalqinit për të plotësuar një dietë të pashëndetshme zhvilluan më pak stres oksidativ dhe ulën gjithashtu edhe problemet të inflamacioneve oksidative. Për më tepër, shalqini mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj.
Si një antioksidant, likopeni gjithashtu mund të vonojë fillimin e përparimit të sëmundjeve të Alzheimerit, citon Healthline. Shalqini përmban vlera ushqyese shumë të mira për organizmin dhe përfshirja e tij brenda normës në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht edhe kundër problemeve të veshkave. Shalqini përmban kalium, gjë që është shumë i dobishëm për nxjerrjen jashtë ose pastrimin nga depozitat toksike në veshka. Por më tepër është i dobishëm në reduktimin e përparimit të acidit urik në gjak, duke zvogëluar kështu gjasat e dëmtimit të veshkave dhe formimin e gurve në veshka. Përmbajtja e lartë e ujit në të shkakton urinim të shpeshtë, e cila është përsëri e dobishme për pastrimin e veshkave. Gjithashtu, antioksidantët e pranishëm të shalqinit sigurojnë shëndet të mirë të veshkave dhe një kohë më të gjatë për të zvogëluar shenjat e plakjes të parakohshme si rrullat dhe njollat e lëkurës. Parandalon goditjen nga nxehtësia. Shalqini është shumë efektiv në reduktimin e temperaturës së trupit tuaj dhe tensionit të gjakut. Shumë njerëz në rajonet tropikale hanë këtë frut çdo ditë gjatë verës për të mbrojtur veten nga goditjet e nxehtësisë. Sasitë e shumta të kaliumit dhe magnezit të pranishme të shalqini kanë shumë efekte të dobishme në drejtimin e zvogëlimit të tensionit të lartë të gjakut. Kaliumi konsiderohet si vasodilator ose zgjerues i enëve të gjakut, që do të thotë se liron tensionin e enëve të gjakut dhe arterjeve, duke stimuluar rritjen dhe rrjedhjen e gjakut dhe reduktuar stresin në sistemin kardiovaskular. Karotenoidet e pranishme të ky frut gjithashtu parandalojnë forcimin e mureve të enëve të arterjeve, duke ndihmuar kështu në reduktimin e presionit të gjakut dhe shanset sëmpikse së gjakut. Persona diabetik, të cilat supozohet se kanë një dietë të ulët në energji dhe një dietë të ulët në sheqer, shpesh ankohen pasi nuk arrijnë të hanë ushqimet e tyre, gjë që u jep atyre ndjesinë që janë në gjysmë të ushqyer. Shalqini mund të jetë një shtesë e mirë për ta, përkundër të qenit i ëmbël me shije, ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë nëse merret në doza të reduktuara. Shalqini është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin e zemrës dhe mund të japë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, duke ndikuar kështu edhe falë vlerave normale të mbrojtjes së tij. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Likopeni, një karotenoid që gjendet me bollok të shalqini, përmirëson funksionin kardiak. Beta-karoteni, i njohur për vlerat e tij ushqyese, antioksiduese dhe antiplakje, gjithashtu ju mban më të rinj në zemër dhe parandalon problemet e zemrës të lidhur me moshën. Vitamina C, karotenoidet dhe kaliumi ndihmojnë në reduktimin e kolesterolit dhe mbajnë zemër të sigurt dhe gjithashtu më të mbrojtur. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër dëmtimit makular. Mos u shqetësoni për shëndetin e syve dhe degenerimit makular nëse hani më shumë shalqin, sepse midis beta-karotenit, vitaminës C, luteinës dhe zeakantinës, sytë tuaj janë më të mbrojtur. Ato mund të sigurojnë mbrojtje të syve nga verbëria dhe degenerimi i lidhur me moshën, dhe këto antioksidantë do të mbrojnë sytë nga sëmundje të tjera të lidhura me të, si tharja e syve, nervat optik, si dhe glaukoma. Gjithashtu, shalqini është një zgjidhje shumë e mirë edhe i dobishëm në shërimin e mosfunksionit erektil, citon Healthline. Likopeni, që gjendet te shalqini, është efektiv në riparimin e indeve të dëmtuara. Farat e shalqinit janë të pasur me yndyrra dhe proteina të dobishme. Shalqini gjithashtu përmban fitonutrientë, të cilat kanë efekte shumë të mira në shëndetin e funksioneve të duhura të organeve të brendshme, syve dhe sistemit të sekretimit, duke u kthyer në një aleat të mirë të organizmit. Shalqini është i mirë për presionin e gjakut dhe për hidratimin e trupit. Ai përbëhet nga rreth 93% ujë dhe është i pasur me elektrolite, që është një ushqim ideal për të shmangur dehidratimin. Nëse doni një hidratim më të mirë të trupit, atëherë përfshijeni shalqinin në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që ai ka. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.